Ja ku po ritakohemi të dashur miqtë e mi, për të komentuar një tjetër ngjarje që lidhet pikërisht me Big Brother VIP Albania 5. Do të komentojmë një hyrje të re, do të komentojmë një djalë i cili është në qendër të vëmendjes që përflitet shumë për të, që do të thënë ka thashë theme lart edhe poshtë, por këto ditë ka qenë një lajm realisht aktiv për hyrjen e ish të dashurës së Mateos në shtëpinë e Big Brotherit. Pasi që të dy gocat kanë po të njëjtin emër, do me thënë, dhe janë po të ngjajshme në fytyrë, kanë po të njëjtat flokë, publiku ka filluar që të shkruan komente të ndryshme që po kjo është ish e dashura e Mateos dhe pikërisht duke provokuar dhe produksioni që gjatë prajmit do me thënë nxori pikërisht figurën e Mateos duke u menduar, aty do me thënë janë ndërlidhur situatat dhe kanë ardhur në konkluzionin që kjo është ish e dashura e Mateos. Bëhet fjalë për vajzën e re Edisen që ka hyrë nga Elbasani. Edisa nuk ka të bëj fare me ish të dashurën të Mateos, vajzës e cila nxori në fakt një valixhe që po udhtonte për diku, që për të menduar që do të futet në Big Brother. Lajmet të cilat kanë qarkulluar lart edhe poshtë për hyrjen e saj në Big Brother, unë i kam thënë edhe ditë më parë që nuk janë lajme të vërteta, do me thënë ajo nuk lidhet me jetën të VIP-ave, po thjesht do me thënë ka një fanbase-in e saj, ka një Instagram, si influencere, por nuk është se e bën kështu në përditshmëri, do me thënë si e bëjnë këto të tjerat. Edisa nuk ka asnjë lloj lidhje me Mateon, thjesht janë po nga i njëjti qytet, vinë nga i njëjti vend, kanë përafërsisht të njëjtat profesione, por nga ajo që unë dëgjova sot edhe nga ana e Mateos, do me thënë Mateo nuk e njihte dhe nuk e kishte parë edhe si figurë këtë vajzën në Elbasan. Por gjithashtu edhe Edisa nuk është se e njihte Mateon, nuk është se kishin shkëmbyer kontakte më herët apo kishin shkruar me njëri tjetrin, ndërsa për vajzën e cila thuhet që do të ishte në Big Brother natën e mbrëmshme, do me thënë e dashura apo ishe dashura e Mateos, nuk është banorja e cila ka hyrë, do me thëmë për të qartësuar të gjithë publikun, banorja e re nga Elbasani që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit nuk ka asnjë lloj lidhje me Mateon. Tani, do të shohim se sa do të afrohen të dy, a do të krijojnë një lloj shoqërie të dy apo nuk do ta krijojnë. Mendoj që janë nga i njëjti qytet, i lidhi i njëjti mentalitet, i lidhi njëjta botë, i njëjti mendim, a do të jenë miq brenda kësaj shtëpie, a do të pozicionohet Edisa tek Mateo dhe tek Brikena apo do të pozicionohet tek Miri. Këtë gjë do ta shohim në vazhdim, por gjithsesi do me thënë, siç duket, do me thënë hyrjet e reja sollën energji, po që t'jeni rahat, nuk ka ndarje mes Mateos dhe Brikenës.